Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit ton Business Plus. Sot do të flasim për një temë rëndësi për ekonominë shqiptare. Transformimin nga digët e ekonomisë tradicionale drejt inovacionit dhe teknologjisë. Për të na ndihmuar të kuptojmë më tej këtë ndryshim apo ndodh dhe ndikimin që do të ketë, kemi ftuar sot profesor Selami Xhepa, ekspert ekonomie. Zot Xhepa, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që e kemi sot. Do doja që ta nisnim bisedën tonë sot me një pyetje ndoshta më të përgjithshme, si ka ndryshuar struktura e ekonomisë shqiptare dekadën e fundit dhe a kemi vërtet një ndryshim, pra një transformim nga këto sektor tradicional drejt teknologjisë? Shiko, së pari duhet të thënë që ndryshimi i madh strukturor në ekonominë e Shqipërisë ndodhi me shemjen e sistemit komunist dhe që nga ajo periudhë ndryshimet kanë qenë, do thoja, shumë të ngadalta dhe të tilla është natyra e ndryshimeve strukturore që nuk është një diçka që ndodh me një shpejtësi ashtu siç do të dëshironim ne që ta shikonim, por tashmë është një lloj trajektoria ose një lloj trendi i qartë i cili nënvizon këto prirje. Së pari kemi një rënje të sektorit bujqësisë, i cili në fillimet e tranzicionit ishte gjante një ekonomi shumë bujqësore, pra ku gati gjysma e ekonomisë karakterizohej nga bujqësia. Dhe sot ka një përgjysmim të saj, është gati 18%, ka një rritje të ndjeshme të sektorit shërbimeve, pastaj ndryshimet brenda sektorëve të tjerë janë, do thoja, shpeshherë varet nga dinamikat nga një dekadë tjetër. Për shembull, në një periudhë të viteve në mesin e viteve 2000 patëm një rritje të fortë të sektorit të energjisë, për arsye se edhe investimet, pothuajse qoftë private dhe publike, u fokusuan në këtë sektor, dhe ajo shërbeu si lokomotivë e rritjes ekonomike. Kemi parë në këto 10-15 vitet e fundit ndërtimi është ndërruar në një lokomotivë të rritjes, çka do të thotë që ky është bërë një sektor me rëndësi. Por ndryshimet që ne do të dëshironim të shikonim, mendoj që janë akoma shumë larg. Në përgjithësi, në gjykimin tim, akoma struktura e ekonomisë së Shqipërisë është seriozisht problematike, sepse një peshë kaq e madhe e bujqësisë, ku bujqësia punson gati 45% forcës punës edhe kontribon gati 18-19% prodhimit kombëtar, është një karakteristike ekonomive para të shoqërive para industriale, jo të shoqërive industriale. Para e dyta, sektori i shërbimeve ka një peshë jashtëzakonisht të madhe dhe kjo konsiderohet si një diçka normale për ekonomitë e zhvilluara, por për ekonomitë në zhvillim, ku kontribues kryesor këtu janë aktivitete që nuk shtojnë vlerë, pra nëse vendet e zhvilluara, fjala vjen pesha kryesore e saj karakterizohet nga shërbimet financiare, nga ato që janë me vlerë lartë shtuar. Në Shqipëri është tregti e cila nuk shton vlerë, riparime, pra gjëra që nuk i japin realisht struktura e shërbimeve të një ekonomie të zhvilluar. Dhe mbi të gjitha pastaj kur flasim për industrinë, industria është akoma shumë e vogël si peshë, pra është gati gjysma e peshës që kanë krahasim edhe me ekonomitë e vendet rajonit, në Maqedoninë e Veriut apo në Serbi, me të cilat ne duhet ta krahasojmë pasardhën tonë. Kështu që mendoj që është realisht problematike dhe brenda kësaj industrie pastaj, po ta shikojmë nga ana strukturore, ato që dominojnë janë aktivitete primare, pra. Aktivitete primare që është bujqësi dhe shfrytëzim burimesh natyrore, ku potenciali për inovacion, potenciali për rritje të produktivitetit, potenciali për rritje të vlerës shtuar është shumë më i kufizuar se sa në sektorët e teknologjive, në ato që sot përbëjnë edhe lokomotivën në rritjes së ekonomisë. Po përballemi vitet e fundit me një emigracion të lartë. Po sa kaq kur flasim për një ekonomi që po i afrohet zhvillimeve teknologjike. A është forca punës në Shqipëri e përgatitur për të kaluar në një ekonomi të tillë? Dhe a kemi vërtet një hendek ndërmjet asaj çfarë tregu punës kërkon dhe sistemi arsimor ofron? Shiko, zhvillimet në tregun e punës në Shqipëri kanë qenë mjaft dinamike, duhet të them, sidomos gjatë viteve të fundit për shkak të një rritje të fortë mobilitetit jashtë Shqipërisë, pra në tregun e punës evropian kryesisht, për shkak se Europa gjithashtu është bërë më e hapur tashmë edhe për shkak të nevojave të saj, ndryshimet demografike që kanë ndodhur. Kërkesa për punë është e lartë në Gjermani, në të gjithë ekonomitë që janë të rëndësishme, kështu që kjo ka bërë që një pjesë e rëndësishme e kapaciteteve që do thoja që kanë qenë të krijuara në Shqipëri kanë emigruar jashtë vendit. Unë mendoj që Shqipëria ofron mundësi dhe potenciale për ndërtuar një forcë pune të aftë dhe të kualifikuar për qenë në gjendje për të përballur me teknologjitë e reja.
duke qenë se vi nga bota universitare, programet mësimore që ofrohen në Shqipëri, kurrikulat mësimore janë absolutisht ato që zhvillohen dhe në universitetet e tjera të perëndimit, dhe fakti është që studentët tanë që mbarojnë fjala vjen dek të inxhinierisë në Shqipëri, shkojnë me njëherë dhe integrohen në tregun e punës në Europë. Pra, ky është një treg, do thoja që edhe kërkesa ka qenë mjaft e fortë, edhe në fakt po shikoni numri i studentëve që ndjekin studimet në shkencat e inxhinierisë apo shkencat eksakte është rritur fort vitet e fundit. Është vërtet, ka një. Çka dëshmon pra që kur dinamikat e tregut, kur tregu bëhet dinamik dhe ushtron presion edhe mbi sistemin arsimor, sistemi arsimor menjëherë është i gatshëm që të reagojë mbi këtë lloj prirjesh. Sidoqoftë, unë do të thoja që problemi kryesor që ka Shqipëria është ndryshe nga vendet e perëndimit, është që bashkëpunimi i industrisë, ose më mirë themi, industria nuk është shumë e hapur ose do thoya disi refraktare që të bashkëpunojë me universitetet, që në kurrikul, në mësimdhënie, në përshtatjen e programeve. Se ka qëndruar gjithmonë ky hendeku. Unë mendoj që është një çështje, e para është një çështje kulturore. Okej. Që për shkak pra se ne nuk e kemi një traditë siç e kanë vendet e perëndimit që industritë kanë qenë hapura për bizneset, për universitetet, edhe e kundërta, pa diskutim që edhe universitetet duhen të jenë hapur për bizneset. Që të kenë bashkëpunime të vazhdueshme. E para dhe e dyta, nuk ka patur në iniciativë, pra këtu duhet që edhe iniciativat e qeverisë për shembull duhet të jenë shumë të forta. Le të ndalem me pak këtu. Domethënë çfarë mund të bëjë shteti në këtë këndvështrim? Jo vetëm në këtë lidhje ndërmjet tregut punës dhe arsimit, po në veçantë për të mbështetur këtë transformim ekonomik. Sa i takon rolit të shtetit për transformimin ekonomik, unë e shikoj shumë serioz dhe shumë të rëndësishëm. Në asnjë vend nuk ndodhin proceset e transformimeve strukturore në mënyrë të natyrshme vetëm thjesht për shkak të forcave të tregut. Është qartë. Edhe teoria e ekonomisë thotë që ka një market failure, ka dështime të tregut, ka probleme të koordinimit, ka probleme të mospërputhjes midis asaj që quhet norma e kthimit të investimit për shoqërinë, që është më e lartë në krahasim me normën e kthimit për investitorin privat. Pra gjithë këto lloj arsyesh teorike e justifikojnë prezencën dhe rolin më aktiv të shtetit në politikat e reja industriale që duhet ndërmerren. Çfarë duhet bëj shteti? Duhet ashtu siç po bën Bashkimi Evropian, ashtu siç bën Kina, ashtu siç bën Shtetet e Bashkuara, ashtu siç po bëjnë vendet e rajonit, të cilët sigurisht ne duhet i imitojmë në brenda kontekstit lokal, pra të përkthejmë brenda mundësive financiare që kemi neve, por si instrumenta dhe si filozofi pune mendoj që duhet të zbatojmë këto lloj praktikash, të cilat përfshin që nga mbështetjet e drejtë për drejta për startupet, tek krijimi i lehtësive me praktikat administrative, burokratike ose edhe tek ligjet e prokurimit publike. Pra duhet ka shumë instrumente që vendet e tjera i përdorin për të stimuluar krijimin e industrive të reja. Industritë e reja dhe të vlerës lart shtuar nuk krijohen vetë, sepse ato me vërtet kanë një normë të lartë kthimi, sepse janë industritë e reja gjithmonë kanë një fitim rent që quhet, pra një normë fitimi më të lartë se gjithë industritë e tjera, por dhe probabiliteti i dështimit është gjithashtu i lartë. Dhe kjo është arsyeja që këto lloj industrish pra kanë nevojë për një lloj sistemi të ndryshëm institucional. Sa i takon pastaj impakt ose roli që duhet luaj edhe në forcimin e lidhjes midis universiteteve dhe biznesit, sigurisht që roli i shtetit duhet të jetë, do të thoya, lehtësues në kuptimin që duhet të ofrojë një lloj platforme ku operatorët ekonomik, biznesi dhe bota akademike bashkë me sistemin e rrjetit kërkimor, se kemi edhe institucione kërkimore ose agjencitë financimit kërkimit, fjala vjen shkencor, të kërkimit dhe zhvillimit, të cilat janë agjenci qeveritare, kjo duhet të jetë platforma ku ne duhet të dialogojmë dhe të ndërveprojmë me njëri tjetrin. Kështu që unë e shikoj rolin e shtetit kryesisht lehtësues, jo edhe sigurisht edhe mbështetës sa për aq mundësi financiare sa ka nëpërmjet agjencisë të financimit kërkimit shkencor. Po ku ndodh ngërçi që nuk ndodh kjo skema e bashkëpunimit lehtësues? Për sa kohë nuk kemi të bëjmë për shembull në rastin konkret me financime, pra nuk flasim për financime. Unë mendoj që e para një që pa diskutimi që financimi luan një rol të rëndësishëm, sepse në thelb, nëse flasim për paraqit projekte të përbashkëta, roli i shtetit është që, si thua, duke qenë facilitator, po njëkohësisht edhe mbështetës. Pra, në kuptimin që nëse një universitet ka një projekt kërkimor me një numër kompanish apo qoftë edhe me një kompani. Dhe së bashku paraqesin një projekt për financim, unë mendoj që kjo është një mënyrë dhe një mekanizëm për ta
krijuar këtë lloj lidhje dhe për ta shndërruar të një lidhje të qëndrueshme dhe të përhershme. Problemi është që lidhjet mos jenë do thoya sporadike, pra aplikojmë për një projekt apo bëjmë një projekt edhe këtu përfundon si puna e divorcit. Pra ideja është për të kaluar në një lidhje që të jetë e përhershme e permanente. Dhe në këtu unë mendoj që kjo duhet jetë mbi të gjitha, unë e thash, është edhe një çështje kulturore. Për shembull në Shtetet e Bashkuara apo në vendet e Bashkimit Evropian, bashkëpunimi i industrive me universitetet është një raport i përhershëm pune. Puna kërkimore e universitetit bazohet tek agjenda që jep biznesi, tek zgjidhjet që kërkojnë ekonomia, pra çfarë agjende kërkimore kanë bizneset, të cilat financojnë projektet përmes universiteteve. Në Shqipëri nuk ekziston kjo. Unë po shikoja për shembull që dhe po bëja një krahasim për statistikat e financimit kërkimit dhe zhvillimit, dhe shikoja që në Shqipëri në vitin 2023, mos gaboj, raportoi që vetëm 4% e firmave investojnë në kërkim zhvillim. Po ta krahasosh këtë me 25% dhe 30% e firmave që investojnë në kërkim shkencor dhe në zhvillim në Serbi, në Maqedoninë e Veriut, apo më shumë se 40% e firmave në vendet e Bashkimit Evropian, kuptohet se sa i thellë është hendeku, ose do thoya çfarë problemi serioz përballemi neve në marrëdhënien që duhet krijojmë, sepse ky është kuptimi. Nëse firmat nuk investojnë në kërkim zhvillim, atëherë s'ka nevojë për të punuar me universitetin. Ai vetëm thjesht kryen në veprimtarinë e vet normale dhe business as usual, po pa parë me vizionin më afatgjat për të zhvilluar, për të sofistikuar, për të arritur ato saqet e teknologjisë që janë sot në botë. Dhe Xhepa, si shikoni ekonominë shqiptare, strukturën e saj në 10 vitet e ardhshme? Unë mendoj që ne kemi një problem serioz, unë e thash edhe një herë dhe personalisht jam realisht i shqetësuar sepse kemi një varësi tepër të madhe në ekonominë tonë edhe në brenda sektorit manufakturës, nga industri që janë me vlerë të ulët shumë të kufizuar. Pra ne vazhdojmë akoma të kemi një model ekonomik që mbështetet tek burimet natyrore dhe tek industritë e kostove të punës të lira, gjë që nuk është avantazh konkurrues në botën e sotme të teknologjive. Atë që kemi parë, si thash, në këto 30 vite, ne nuk e kemi ndryshuar dot, sepse manufaktura në Shqipëri përsëri vazhdon karakterizohet nga tekstile, nga këpucë, nga industri fasoni, të cilët një goditje fare vogël, kursi këmbimit, fjala vjen, apo një ndryshim në konjunkturën ndërkombëtare bën që këto industri të goditen seriozisht. Dhe po shikojmë gjatë 2-3 viteve të fundit, për shembull për shkak kursit këmbimit, këto industri kanë në rënje të theksuar. Do me thënë, ne në qoftë se nuk e marrim seriozisht të çështjen e transformimit strukturor, në qoftë se ne nuk ndërtojmë realisht një strategji aktive të riindustrializimit të vendit, por jo në kuptimin e vjetër, sepse riindustrializimi shpesh kuptohet fabrika me oxhaqe që nxjerrin tym edhe treni i rënd, pra që industria sot nënkupton industritë soft, nënkupton industritë e teknologjisë lartë, pra ne duhet fokusohemi në disa niche të tregut, në të cilat Shqipëria duhet të ndërtojë politika aktive zhvillimi. Vendet e rajonit po punojnë më përpara se sa ne. Serbia, fjala vjen, gjatë vitit kaluar, mos gaboj, 2 vite më parë, ka hartuar strategjinë e 10 vjeçare për riindustrializimin. Ka përcaktuar një listë me ato sektor të teknologjisë së lartë, të cilat ata po punojnë fort. Ka një politikë shumë aktive të mbështetjen e kërkim zhvillimit dhe të inovacionit për sipërmarrjet private. Pra, Maqedonia e Veriut gjithashtu, po të shikosh, Maqedonia e Veriut ka në totalin e manufakturës gati 30-35% e eksporteve të saj janë produkte të teknologjisë mesme dhe të lartë. Ndërkohë që ne nuk jemi as 5%, 6%. Pra, nëse ne nuk e ndryshojmë të strukturë, dhe kjo nuk vjen vetvetiu, e thash edhe një herë. Po të kishte ardhur vetvetiu, duhet të kishte ardhur me kohë. Ne duhet ta kishim kapur në kohë që manufakturën e tekstileve dhe të këpucëve, që le të themi nga mesi viteve 2000, duhet kishim ndërtuar një agjendë për transformimin e kësaj industrie, ose të zhvendoset në segmentet më të larta të zinxhirit vlerës, ose duhet të dalë, sepse përndryshe ne krijojmë një varësi ose krijojmë një lloj strukture ekonomike me vlerë të ulët shumë të paktë dhe që përpasoj nuk ke mundësi as për të rrit pagat, as për të krijuar mirëqenie. Pra bëhet një lloj ekonomie stacionare, e cila nuk prodhon mirëqenie, dhe nëse ekonomia nuk prodhon rritemi pa krijuar zhvillim.
rritemi pa krijuar prosperitet dhe mirëqenie, as për punëtorët dhe as për shoqërinë, sepse shoqëria është më e madhe. Duhet paguajnë më shumë taksa, duhet paguajnë më shumë Vërtet. le të themi mundësi publike për të bërë politika më aktive publike pastaj. Zoti Xhepa, ju jeni në kontakt vazhdueshëm në auditorë me të rinjt. Do të kishit ndonjë mesazh për ta që kanë dëshirë të jenë pjesë e sektorit të teknologjisë? Shiko, të rinjt Priren të gjithë të mendojnë që do studiojnë në këtë degë apo në këtë sektor sepse ka të ardhme, por i bashkohen emigracionet. të rinjt sot në Shqipëri janë absolutisht në trendet e kohës. Në fakt, gjatë viteve të fundit ne kemi parë që interesi për të studiuar në degët e inxhinierisë në tërësi, them, jo vetëm në inxhinierisë, jo vetëm në inxhinieritë në teknologjitë e reja, pra të inteligjencës artificiale, robotikës, automatizimit, sistemet e inxhinierisë industriale. Pra, ka shumë programe që kanë filluar të ofrohen edhe në Shqipëri, të cilat reflektojnë të kërkesë të shtuar të rinjve. Kështu që Shqipëria dhe të rinjt e Shqipërisë mendoj që duke patur dhe një interes, natyrisht ata e shikojnë që këtu janë rrogat më të larta, këtu janë mundësitë për punësim më të shpejta. Kështu që rinia e Shqipërisë i ka ndjerë këto trende. Problemi është që industria jonë e vendit duhet të jetë më aktive dhe më e vëmendshme, që duke bashkëpunuar me universitetet, duke bërë një lloj mentorimi, unë do ta çoja edhe deri tek mentorimi, që industri duhet mentorojnë edhe programet, qoftë në universitete publike apo private, në mënyrë që të krijojnë një forcë pune që nesër të përgjigjet interesave të tyre. Në çdo vend të botës, kur fillojmë një industri të re, fjala vjen, apo kur duam që të hapim një biznes të ri në këto lloj fushësh, vet investitorët janë gjithashtu ato që paguajnë një pjesë të rëndësishme të kualifikimit të forcës punës. Kështu që unë këtë apelin nuk e kam për bizneset që të financojnë universitetet, por nuk ka arsye pse vet bizneset të mos kenë më shumë programa aktive për kualifikimin e forcës punës, për të dhënë bursa për të rinjt, të cilët mund t'i lidhin pastaj me vet industritë dhe me interesat e tyre. Kështu që rinia unë mendoj që e ka interesin dhe apelin unë më shumë në fakt e kam për industri që punojnë në fushën e teknologjive, që ata të jenë më të vëmendshëm dhe të lidhen më fort me brezin e ri në mënyrë që të krijojnë një komunikim dhe një lehtësim të integrimit të tyre nesër në jetë. Zoti Xhepa, faleminderit që ishit sot në Business Plus. Faleminderit juve.